Përshëndetje. Sot do të shpjegoj me hapa shumë të thjeshtë se si mund të blini një plan hostimi në cloud për website-in tuaj, Wikin, ndoshta për një dyqan online që po mendoni të hapni. Siç e shihni, webhost.al ofron disa paketa për të bërë pikërisht këtë gjë, këtë blerje, dhe unë do të procedoj me paketën Cloud Pro që ka dhe vlerën më të mirë për momentin. Nëse ju e blini këtë paketë për 3 vjet, përfitoni në mënyrë automatike minus 20%. Që të mund të procedojmë me blerjen, duhet të klikojmë Order Now. Automatikisht do kalojmë në hapin e dytë, që është zgjedhja e një domeni, nëse ende nuk keni një domen. Pra, nëse doni të blini domenin, shkruani adresën që doni, adresa që dua, po e bëj unë në këtë rast për ta ilustruar, dhe mund të zgjidhni pikal ose një nga prapashtesat e tjera që janë të disponueshme në webhost.al. Klikoni check për të parë nëse është e disponueshme adresa. Siç e shihni, pra është, pasi tregon që është available. Keni parasysh që adresa e domenit ofrohet falas në momentin që u zgjidhni paketën që unë zgjodha më përpara, pra Cloud Pro. Klikojmë continue në mënyrë që të vazhdojmë tek hapi radhës. Në këtë moment bëhet një përmbledhje të gjithë benefiteve që u përfitoni nga paketa, gjithashtu keni edhe një përmbledhje të pagesës që duhet të bëni për këtë shërbim që po blini, për këtë produkt digital pra që po blini. Klikoni continue që të vazhdojmë tek hapi tjetër. Jemi pikërisht në fazën e konfigurimit të domenit. Në këtë fazë duhet të shtoni të dhënat tuaja, pra që po blini këtë domen. Në këtë rast, unë po zgjedh që ta blej si person individual, pra person natyror, jo si një kompani apo si një paletret. Do zgjedh të identifikohem nëpërmjet kartës së identitetit, por keni edhe opsionin e pasaportës apo ID-së së organizatës. Këtu do të shënoni numrin e kartës tuaj të identitetit. Unë po zgjedh këtë që jepet edhe në shembull, në rasti konkret. Shkruani dhe adresën tuaj. Paste. Këtu mund të vendosni NIP-in nëse jeni organizat ose mund ta lini edhe bosh nëse nuk keni një të tillë. Klikoni continue për hapin tjetër. Jemi në fazën e review and checkout. Këtu do bëhet një përmbledhje e të gjithë produktit që ju keni vendosur të blini, nga çfarë keni selektuar. Shihni pra që është Cloud Pro Hosting, që është 240 euro, dhe në këtë rast domeni jepet falas, pra kushton 0 euro, sepse e ofron webhosti si pjesë e benefiteve të paketës free. Gjithashtu këtu nëse keni një kod promocional, mund ta shtoni në mënyrë që të merrni një ulje, nëse nuk keni, thjesht mund të vazhdoni me hapin e checkoutit. Në këtë hap duhet të plotësojmë të dhënat në mënyrë që të mund të regjistrohemi si klient. Të dhënat këtu për shembull po e shkruaj name, surname, adresa e-mailit dhe numrin tuaj të telefonit. Këtu mund të shënoni adresën. Unë po shënoj atë që shënova dhe më përpara. Qytetin, Tirana në këtë rast, Albania, shteti, postcode po e shënoj 1000 sepse aq e ka Tirana. Këtu edhe një herë është opsional nëse doni të shënoni NIP-in ose jo. Tek additional required information, këtu mund të shënoni datën tuaj të lindjes. Në këtë rast unë po shënoj këtë që jepet edhe tek shembulli, siç veprova edhe më përpara. Ju do shënoni datën tuaj, keni parasysh që formati duhet të jetë viti lindjes, muaji lindjes dhe data. Nuk po e ndryshoj, po e mbaj të njëjtën formë legale, pra si person natyror, jo si kompani apo paletret. Këtë mund ta lini dhe pa plotësuar, nuk është problem. Në këtë fazë do të shkruajmë passwordin. Unë po zgjedh që të gjeneroj një password nga vetë sistemi, në mënyrë që të jetë sa më i sigurt. Është ky passwordi këtu që gjenerohet automatikisht, po të klikojmë tek copy to clipboard and insert, automatikisht vendoset tek të dyja hapësirat passwordi që gjeneroi sistemi. Bën mirë që këtë ta ruani diku nëse e gjeneroni nga sistemi, që ta mbani mend më pas për të lëkuar. Siç e shihni, totali i vlerës në këtë rast është 240 euro për çfarë ju keni zgjedhur të blini, dhe kalojmë tek hapi i fundit që është të vendosim nëse do të paguaj me PayPal apo me kredit apo debit card. Nëse vendosim me PayPal, atëherë mjafton që të shënojmë, pra të klikojmë këtu dhe të aprovojmë që jemi dakord me termat e shërbimit. Nëse doni të shihni se kush janë këto terma, që është një farë mënyre si një kontratë mes
jush dhe web host që po blini shërbimin, atëherë mund të lexoni këtu të gjitha pikat siç përmenden. Në momentin që përfundoni, klikoni pra aprovoni me një klikim dhe klikoni complete order në mënyrë që të shkoni tek hapi i fundit, pra që është pagesa. Prisni derisa të marrë të gjitha të dhënat dhe ja ku jemi në hapin e fundit ku do të bëjmë pagesën. Siç ju thash, mund të zgjidhni edhe kartë krediti, nëse zgjidhni PayPal, thjesht do shënoni emailin edhe passwordin tuaj. Nëse zgjidhni kartë krediti, klikoni këtu Pay Now në mënyrën që të bëni pagesën dhe këtu do shënoni të dhënat e kartës tuaj, numrin 16 shifror, datën e skadencës, gjithashtu 3 numra që gjenden pas kartës tuaj dhe do të klikoni Submit Payment në mënyrë që të tërhiqen lekë nga llogaria juaj, parat nga llogaria juaj dhe të përfundoni procesin e blerjes së këtij produkti digital. Në këtë moment, automatikisht do vinë në emailin tuaj konfirmimi i kësaj blerje dhe gjithashtu të dhënat përkatëse që pastaj mund t'i përdorni për të krijuar website-in apo blogun tuaj. Faleminderit që na ndoqët dhe gjithë të mirat.